Zoti Ropke, keni fjalën ju. Faleminderit shumë, i nderuar Zoti Kryeministri Rama, të profesorës Ministrisë të Shtetit, të i nderuar ambasador Gonzato, të nderuar antar të këtij komiteti konsultativ të përbashkët, zonja Zotrin, të doja që fillimisht t'ju falenderoja për pjesëmarrjet, të tregoja sa i lumtur që jam që ju shikoj të tërë këtu në këtë sesion inaugurimi të këtij komiteti të përbashkët konsultativ. Kam dëgjuar dhe jam shumë i kënaqur për gjërat e këndshme që janë thënë. Duhet të thoj që në fillim që kjo është një ushtrim i përbashkët. I përbashkët që kemi kryer në muajt dhe në vitet e fundit, dhe është vërtet shumë gjë e mirë që shikojmë që kemi vullnetin e përbashkët për të arritur diçka që është e arritshme përmes këtij komiteti konsultativ të përbashkët, i cili është një hap madhor drejt një anëtarësimi të plotë në BE. Kur isha këtu në shtatorin e kaluar, e pata për kënaqësi të diskutoja organizimin e komitetit të përbashkët së bashku me kryeministrin Rama dhe me negociatorin Luka, si dhe përfaqësuesit e shoqërisë civile, punonësit, punëdhënësit më saktë, domethënë sindikatat e kam parë dhe organizatat shoqërisë civile, e kam parë se sa me pasion e keni anëtarësimin e BE. Prandaj mendoj se ky është moment i shkëlqyer për komitetin ton, por edhe për shoqërinë civile shqiptare, që prej vizitës tonë të fundit në shtator ka patur shumë zhvillime pozitive për shtetin tuaj dhe për marrëdhëniet e Shqipërisë me Bashkimin Evropian, si dhe me komitetin tonë për çështje ekonomike dhe sociale. Në të ftor hapët grupin e kapitujve që i shërben tek komiteti në shtator të 24-s, pasi dëgjuar për këtë komitet konsultativ u formalizua dhe kjo shënjoi një arritje tjetër. Shqipëria hapi një grup tjetër kapitujsh 6 për negociatat, për marrëdhëniet me jashtë, dhe kjo është një arritje e madhe. Në janar të këtij viti patëm kënaqësinë që të presim në Komitetin tonë ekonomik dhe social një delegacion të lartë të drejtuar nga zëvendës ministri Manxhani në komitetit tonë të çështjeve ekonomike dhe sociale për të diskutuar funksionimin e komitetit tonë dhe për të dhënë edhe inkurajimet për anën shqiptare, dhe ishte gjë e mirë kur pam të sa ishit të interesuar për të siguruar mbajtjen e dialogut në komitetin tonë, por ky takim inaugurues i komitetit përbashkët konsultativ sotëm ka të bëjë edhe me organizimin e shoqërisë civile, dhe me të ne kuptojmë punonjës social, punëdhënës, sindikatat, si dhe organizata të tjera të shoqërisë civile. Komiteti jonë ekonomik dhe social gjithmonë ka qenë mbështetës i procesit të zgjerimit në zonën e Bashkimit të Ballkanit Perëndimor, po edhe në partneritetin lindor. Dhe njëkohësisht ne mendojmë që ambasadori Gonzato sa për përmendjen e mendojmë se sa më shpejt duhet të fillojmë të forcojmë marrëdhëniet dhe shoqërinë civile në vendin kandidatë. Ne të kaluarën kemi bërë gabimin që kemi filluar shpesh tepër vonë si Bashkimi Evropian për t'u angazhuar në mënyrë serioze me shoqërinë civile, kështu që shpresoj që kësaj herë ta bëjmë ndryshe. Dhe jam vërtet optimist edhe shikoj me pozitivitet kur shikoj Shqipërinë, sepse nuk është hera e parë që vi këtu, shikoj se si është mjedisi i shoqërisë civile dhe sa shkëlqyer është bashkëpunimi ynë me qeverinë shqiptare. Kështu mendoj se këto janë kushtet e shkëlqyera për të vazhduar në shtegun drejt Bashkimit Evropian. Tani ne inaugurojmë këtë komitet konsultativ të përbashkët. Kemi patur disa të tilla, po jo shumë, në vendet e Ballkanit Perëndimor, me Serbinë dhe me Malin e Zi. Dhe ky komitet do të pasojë nga pikpamja e shoqërisë civile të organizuar, do të ndjek zhvillimet e shtegut në anëtarësimit BE dhe marrëdhëniet e institucioneve shtetërore shqiptare me ato të BE-s. Siç e kam thënë, dje kjo nuk ka qenë një ushtrim formal, nuk ka qenë një ent formal, por ka qenë një instrument i përfshirë që t'ju ndihmojë që të bëni pjesë aktive këtij procesi të anëtarësimit. Në përmbyllje, bashkëpunimi sa më i ngushtë, aq më rezultate të mira do ketë. Kjo është arsyeja pse ne jemi besim plot tek qeverisja
shqiptare për t'i marrë parasysh të rekomandimet që do të sjellë ky. Për sa i takon Komitetit Përbashkët Konsultativ në lidhje me zbatimet e rekomandimeve, ne do të mendonim se një praktikë të shkëlqyer, ky proces do ishte një mundësi për të rritur mirëbesimin nga autoritetet nga një anë dhe partnerët social dhe organizatat shoqërisë civile nga ana tjetër, si një urë midis autoriteteve nga një anë dhe qytetarëve nga ana tjetër. Jam vërtet i kënaqur për zgjedhjen e shkëlqyer të paçmueshëm të zgjedhjes së këtij procesi. Jam vërtet shumë i lumtur që vërej që të 6 anëtarët e anës shqiptare të Komitetit të Përbashkët Konsultativ janë gjithashtu përfaqësues të këtij komiteti për çështje ekonomike dhe sociale. Kemi patur dje mundësinë për të diskutuar gjendjen e tanishme të kësaj nisme, që është nisur në shkurt të vitit kaluar. Ne kemi përnderë që kemi ftuar dhe zotin kryeministër Rama në këtë sesion inaugurimi. Kjo nismë i ka bërë të mundur profesuesve të shoqërisë civile të konsideruar nga vendet pjesëmarrëse që të marrin pjesë në punën tonë dhe në shtellimin e mendimeve tona. Ju konkretisht keni patur mundësi që të diskutoni për politikat e kohezionit dhe zgjerimit të BE-s edhe infrastrukturës, ekonomisë. Por nuk ka të bëjë vetëm me opinione, nuk ka të bëjë vetëm me kontributin tuaj në opinione, por ka të bëjë me procesin, me bërjen pjesë tuaj të procesit në institucionet e Bashkimit Evropian dhe të gëzoni përparësitë që sjell ndërsimin e BE, që përpara se të bëhen një vend antar i BE-s. Ky është një koncept i integrimit të pjesshëm tashmë, edhe është një koncept që ne kemi të aplikuar në ECC-n tonë. Disa prej pjesëmarrësve shqiptarë do të ftohen që të marrin pjesë në shtellimin e opinionit tonë të radhës, dhe jam gjithashtu i kënaqur që them që kjo nismë do të vazhdojë, sepse vlerësimi ka qenë padyshim pozitiv dhe Komisioni Evropian ka vendosur gjithashtu që të mbështesë edhe më tej këtë nismë, dhe vërtet do doja të falenderoj Komisionerin e BE-s, sepse pa mbështetjen e saj do të ishte vërtet shumë vështirë për ta patur këtë nismë. Kështu vërtet ky është një lajm shumë i mirë për të tërë ne, dhe këto 3 ditë fatikisht në Shqipëri, ku komiteti jon është i pranishëm, këto do të shënojnë një gur kilometrik të rëndësishëm që tregon se Shqipëria është, nuk duhet të them pararindës, por do të thoya një nga antarët me performancë më të shkëlqyer në rrugën e antarësimit në BE, në grupin e të drejtave themelore dhe Shtetit të së drejtës. Ky grup është këtu, ai ka misione për gjithë vendet anëtare, dhe para pak kohe ne vendosëm që ky grup të vizitojë të tëra vendet kandidate. Kolegët tanë kanë qenë në Moldavi, në Serbi, dhe tani janë këtu në Shqipëri. Siç e thashë, jam i bindur që Shqipëria është vërtet pranë të bëhet një nga vendet me performancë më të mirë të negociatave për antarësimin me BE-n, dhe me tërë zemër ju uroj që të i arrini të tërë ambicet që keni, domethënë për të mbyllur deri në fund të 2027-s të tërë kapitujt, në mënyrë që të bëheni antar me drejta plota deri kur të vitë 2030. Kjo është një objektiv ambicioz, por me sinergjin e autoriteteve shqiptare dhe shoqërisë civile është e arritshëm. Do të thotë të përmendja dhe parimin e antarësimit në bazë të meriteve. Kjo është e vlefshme plotësisht, por nuk duhet ta përdorim për të vonuar procedurat. Vërtet duhet jemi të drejtë, dhe dim që në të kaluarën kemi lënë disa shtete në listë pritje shumë të gjatë, dhe mendoj se nuk duhet përsërisim të gabim. Jam tërësisht pozitiv që ne do mund ta përmbyllim këtë proces siç është parapar dhe siç e dëshironi edhe ju, dhe edhe një herë do të falenderoja qeverinë shqiptare dhe kryeministrin Rama për mbështetjen e tij të shkëlqyer dhe mbështetjen e Komitetit Përbashkët Konsultativ për çështje ekonomike dhe sociale. Kjo është një situatë me fitim për të dyja anët, dhe ju uroj diskutime dhe konkluzione të mira. Faleminderit.